Gjykata e posaçme ka rrëzuar kërkesën e Jamarber të Argita Maltezi për heqjen e sekuestros mbi pasuritë e tyre, duke lënë në fuqi sekuestron preventive, në kuadër të hetimeve për aferën Partizani. Në total, janë 25 pasuri të sekuestruara, që përfshin llogaritë bankare, pronat e paluajtshme dhe pjesëmarrjen e kapitalit në disa kompanive. Në llogaritë bankare janë gjetur shuma të konsiderueshme, që pas konvertimit arrin rreth 252.000 euro. Maltezi zotëron 7 apartamente, një vilë tip duplex, 3 bodrume, 4 njësi tregtare dhe një pasuri në bashkëpronësi me Argita Maltezi. Sipërfaqja totale e ndërtimit të pasurive të paluajtshme arrin mbi 3350 m2, pa përfshirë truallin dhe sipërfaqet e përbashkëta. Sekuestrimi përfshin edhe pjesëmarrjen e tij në kapitalin e disa kompanive, si Home Plan, Magnet Imo dhe Magnet Gym & Fit. Po ashtu, sot në gjykatën e posaçme u shtyje edhe seanca e radhës për dosjen Partizani, për shkak të mungesës së njërit prej avokatëve. Dosja lidhet me akuzat për korrupsion ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha dhe dhëndrit të tij Jamarber Maltezit, të cilët kundërshtojnë akuzat, duke i cilësuar ato të orkestruara politikisht.